Tani një pjesë e njerëzve, të cilët nuk mund ta kuptojnë ose duan shpjegim shtesë në lidhje se si do të quhen, se neve na kanë programuar të quhemi sot musliman, të quhemi sot katolik, të quhemi sot ortodoks, agnostik, ateist, e kështu. Ata që ndjekin shkollën time mo e kanë shumë qartë, si sytë e bollit, se shqiptarisë nuk i intereson as njëra e as tjetra. Shqiptarisë dhe Shqipnisë i intereson a je njeri mirë, a je me profesion i aftë për krypun, a je inxhinier, a je arkitekt, a je mjek, a je general, a je kadet, a je futbollist i mirë, a je këngëtar i mirë, a je reper i mirë. Po, këto shqiptarisë dhe Shqipnisë i intereson.